Qendra Horizont për fëmijë dhe të rinj me aftësi ndryshe, projekt i Bashkisë Fier, mundësuar nga JACA, programi italo-shqiptar i konvertimit të borxhit për zhvillim, në bashkëpunim me Drejtorinë Arsimore Fier, Shoqatën Italiane Engjim dhe Qendrën Sociale Murialdo, ka hapur dyert tashmë në Fier. Në qendër vinë rregullisht çdo ditë fëmijë të rinj me aftësi të kufizuara të moshës 6 deri në 20 vjeç, të cilët kryejnë aktivitete ditore dhe terapi në bazë të nevojave dhe problemeve që vlerësohen nga specialistët e kësaj fushë. Qendra jonë është e hapur nga ora 8 deri në orën 16. Ambientet e qendrës Horizont janë të standardeve bashkëkohore, të përshtatura për këtë kategori personash, janë plot ngjyra dhe me një infrastrukturë të moderuar, pajisur me materiale të ndryshme mësimore dhe didaktike që ndihmojnë specialistët dhe mësuesit për zhvillimin e aktiviteteve dhe terapive. Ambientet e pushimit janë shlodhëse, të freskëta dhe të pastra, për t'u siguruar këtyre fëmijëve një mundësi qetësie pas një dite aktivitetesh. Qetësinë e këtyre ambienteve e prish mbërritja e furgonit çdo mëngjes në orën 8. Fëmijët kanë mësuar tashmë të zbresin vetë nga furgoni në radhë duke u ndihmuar nga edukatorët. Ata ndihen të lumtur që çdo ditë kanë një qendër, disa njerëz aty që kujdesen dhe i presin me dashuri, me përkushtim në mënyrë që jeta e tyre të jetë më e lehtë dhe çdo ditë e saj më e bukur. Kuzhina është projektuar në formë të përshtatshme që të mundësojë jo vetëm ushqyerjen e fëmijëve, por të shërbejë si një laborator ku ata të arrijnë të mësojnë dhe të edukohen për t'u vetë ushqyer, si dhe të përmirësojnë disa procese të rëndësishme të zhvillimit psikomotor të trurit. Pas ngrënies së mëngjesit, fillojnë aktivitetet në bazë të një programi javor hartuar nga drejtuesit, stafi dhe specialistët. Lojrat dhe mësimi kryhen në bazë të një programi edukativ individual të posaçëm për çdo fëmijë, pasi specialistët dhe stafi të kenë bërë një vlerësim të gjendjes së tij dhe të kenë nxjerrë objektivat që duhen arritur. Terapia e lojës është momenti kur fëmijët argëtohen më shumë, por edhe kjo nga programi i qendrës është ideuar në formë të tillë që përzgjedhja e këtyre lojrave të ndikojë në edukimin dhe zhvillimin e tyre. Specialistët dhe stafi mundohen që rezultatet e arrijnë me metodën e zhvillimit me anë të lojës dhe argëtimit. Mësimi është një moment shumë i rëndësishëm, ai kërkon përkushtim edhe për arritjet më të vogla, pasi aftësitë e tyre ndryshe kanë krijuar një prapambetje të zhvillimit normal. Specialistët, stafi dhe vullnetarët janë të mirë informuar, ndaj dhe puna e tyre arrin të bëhet me përkushtimin e duhur dhe me shumë dashuri për të arritur të paktën mundësitë bazë të edukimit. Pavarësisht punës së palodhur të stafit, gjithmonë e quajmë një mrekulli kur dikush që s'ka folur kurrë belbëzon një fjalë, një tjetër mban një laps në dorë dhe mundohet të shkruajë diçka, një fëmijë tjetër thot një shkronjë dhe nuk e harron atë, apo një tjetër arrin të ushqehet vetë, kur ditë më parë as nuk mundej të ulej në tryezë me shokët. Të gjitha këto për nga normalja mund të duken të lehta, po për këta fëmijë janë arritje të cilat na motivojnë dhe na japin forcë të ecim përpara për të arritur qëllimet dhe objektivat që i kemi vënë vetes.
Psikologet, fizioterapistja dhe logopedistja e qendrës çdo ditë zhvillojnë terapi individuale edhe në grup për këta fëmijë në bazë të një programi të hartuar nga vetë këta specialistë. Kush molla? Dardha. Kush Dardha? Vendose. Unë në vjesht, çfarë ndodh? Gjithë. Po tjetër çfarë bie në vjesht? Shi. Po, kur i Ariu? Ku jeton? Të lumt, jeton më pyll. Si është Ariu? Ima. Të lumt, tu. Mund të gjejmë Arin të vegjël? Të lumt, mund ta vësh tani? Bashkoj pasën. Atëherë bëj me gisht Ariui. Ma? Ari të vegjël. Ari të vegjël. Maj? Moj. Ky është i madhi apo i vogli? I madh. Të lumt, ja i vëm këtu. Tani gjej majmun të vegjël? Bravo. Ja. Vetë vetë. Vetë kushën. Bravo. Visile. Bravo. Të lumt. Të lumt. Ido. Bravo. Ido. Bravo. 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 Hadi tu te makina. E marri topu. Hadi. Ti te makina. Të lumt. Merito. Bravo. Merito. Laboratori i zdruktarisë dhe ai i arteve shërbejnë për aftësimin e fëmijëve dhe të rinjve për t'i bërë këta të fundit të aftë për të ushtruar një profesion. Si fillim, 3 të rinj të qendrës tonë zhvillojnë kurse profesionale në bashkëpunim me qendrën e kurseve profesionale Fier dhe më pas në bashkëpunim me zyrën rajonale të punës do të integrohen në tregun e punës. Mbasi hanë drekën dhe mbarojnë terapit, fëmijët dhe të rinjt duhet të largohen nga qendra për të shkuar pranë familjeve të tyre. Megjithatë, ata duken të lumtur pasi e nesërmja do të vi përsëri dhe me plot aktivitete dhe surpriza të tjera. Mirupafshim nesër.
E ndërsa për fëmijët dita ka marrë fund, nuk ndodh kështu me stafin. Pas mbarimit të një dite pune, mësues, specialist dhe vullnetar, duke u drejtuar nga drejtori dhe koordinatori i projektit, zhvillojnë një mbledhje të shkurtër ditore për të diskutuar ndryshimet, problemet, arritjet që janë identifikuar gjatë gjithë ditës, si dhe përhartimin e prioriteteve të punës për ditët në vazhdim. Por si u mundësua e gjithë kjo iniciativë dhe ky projekt, që për nga vlerat ka një rëndësi të madhe për Fierin dhe fierakët, pasi është e paraqendër shërbimesh me të tilla standarde për personat me aftësi ndryshe, jo vetëm në rrethin e Fierit, por edhe në Shqipëri mund të themi. Projekti i Qendrës Horizont është projekt i Bashkisë Fier me mbështetjen për 2 vite të projektit nga JACA, programi italo-shqiptar i konvertimit të borxhit për zhvillim. Partnerët e projektit janë Drejtoria Arsimore Fier, Shoqata Italiane Engjim dhe Qendra Sociale Murialdo. Urojmë që kjo qendër të ketë jetëgjatësi dhe të shërbejë sa më shumë fëmijëve dhe të rinjve që kanë nevojë për shërbimet e saj. Horizont do dorën e gjithkujt që ndjen ndjeshmëri njerëzore dhe obligim qytetar për të çuar përpara këtë mision të rëndësishëm që ka ndërmarrë Bashkia Fier, stafi i qendrës dhe të gjithë bashkëpunëtorët e kësaj qendre.